Gold Gym, vendi suksesit për të gjithë. Dhe pikrisht në vazhdim të emisionit kam ftuar zotin Granit Paçarizin për të na folur më shumë rreth qendrës së fitnessit më të madhe në Prizren, mos them edhe në Kosovë, për të na folur më shumë rreth Gold Gym në Prizren. Zoti Paçarizi, mirë se erdhët. Faleminderit për televizionit juaj që na rreni afër çdo herë me prezentimin e palestrës tonë, pasi që sportin e dim që është shëndet për gjithë neve, edhe kur them që për në rrini neve afër, po i rrini gjithë Prizrenit, gjithë sportistave, gjithë rinis tonë, mos them edhe moshës shtyme për arsye që tani është bën fitnessi edhe për trit, edhe për ata që dojnë me kriju një trup mirë, po edhe ata që janë moshë shtyme shëndet, ne po mundohemi me ofru ato maksimumin që është për shtetin tonë, më mburë gjithë shteti, jo vetëm ne, edhe besoj që çdo diçka ne do të vazhdojmë kështu në këtë rrugë. Padyshim televizioni Opinion është gjithmonë aty ku janë vlerat dhe qendra juaj vërtet ofron vlera sa i përket të sportit dhe fitnessit. Dhe me që jemi tek vlerat që ofron qendra juaj, si mund ta dallojmë, për çka mund ta dallojmë qendrën tuaj të fitnessit nga qendra tjera? Po qendra jon për dallim nga qendra tjera, mund të them që ofrojmë kushte evropiane ose kushtet më të fundit të palestrave që njihen nëpër botë, që kanë emër. Sa një parë ose çelësi një fitnessit suksesshëm janë pajisjet, kuptohet, me të cilat ne i përcjellim klientët tonë ose palestra jonë për cilët çdo herë me produktet më të reja, për arsye që ne vetëm edhe jemi përfaqësues general për Ballkan. Gymsa internacional që janë produkte nga Turqia me ISO 2001 pajisjeve, edhe veç saj përcjellim kemë gjitha tjera që shkojnë ofër me fitnessin, si sauna, dushkabin, klimatizim, aspirim mjaftueshëm, gjitha janë sala Poseidon 1200 m2, është sala aerobikut për femra, është enkas do me ndamas janë edhe sauna, tusha, gjitha për femra, pësëdojmë trenerat cilët i rinë çdo herë afër klientit tonë, se dihet çdo fillestar nuk din ku me shku, ku me orientu, prandaj për këtë punë janë trenerat që me ne të karshi çdo herë klientit, me i marr hapat e mirë, që ai fillim me shku i mbarë për ta, pastaj hyn në rrugë dhe vazhdon drejt. Kur ishim duke biseduar për pajisjet, lirisht mund të cekim që qendra juaj ka filluar të punoj me modelet e pajisjeve të vitit 2014, vitin e kaluar, dhe këtë vit me siguri jeni duke ushtruar dhe punuar me pajisjet e vitit 2015. Po, pasi që jemi në përfaqësues general për Ballkan i pajisjeve Gymsa, ne kem obligim çdo produkt i ri që del nga fabrika jonë, ne duhet ta kemi si promocion të parë për në Ballkan. Pasi që ne hapëm fitnessin me 13 janar 2014, ishte një model Cool Line, që ishte para këtyre që i kemë Mechanic Line tani, edhe gjatë kohës që na vetëm startuam në vitin 2014, për modelin 2015 që është fut me 1 janar zyrtarisht në shitje, dhe që do të jetë në FIBO 2015 tani, na është ofru prej fabrikës tonë që me i pas këto treja në promocion, pastaj i ndrum gjitha, edhe palestra jonë funksionon me gjitha pajisjet 2015. Dhe ju keni festuar një vjetorin e hapjes Gold Gymit, pikrisht në janar, nëse nuk jam gabim. Po, me 13 janar kemi pas një vjetorin, ku për neve është cilësuar si viti suksesit, edhe jem krenar me ato që na është ofru, dhe që na kanë respektu, që na kanë besu klientat tonë me qenë pjesë e jona, pjesë e suksesit tonë, pasi që ne jem palestër, po
në shërbim të klientit tonë, në shërbim cilësisë edhe të suksesit tyre që me qenë aj pasqyre jona, jo ne pasqyre për ta. Sa janë të interesuar njerëzit të vinë në palestër? E kam fjallën, a ka ndruar mentaliteti që në fitness duhet të shkosh vetëm të dopsohesh, të kryosh muskuj, apo ka filluar edhe ajo faza ku në fitness duhet të shkosh për truajtur shëndetin tënd, ritmin kardiak, apo edhe rrezikun nga sëmundje tjera? Për fat mirë, në këto 5 vitet e fundit, më të them, fitnesset në gjithë Kosovën edhe në Ballkan kanë marrë një hop shumë të madh, edhe janë vedisu jo vetëm rinia, po edhe mosha shtyme, edhe femrat, edhe gratë, edhe gjitha që fitnessi është shëndet. Mbi gjitha, për arsye sidomos ata që kanë probleme kardiale, ku pedim nëse tani vetëm çdo ushqim që e konsumojmë nuk është më si ka qenë bio, po janë gjithë artificiale, dhe si pasojë këtyre ushqimeve është nevoja shumë e madhe që me qenë më afër sportit, jo vetëm afër fitnessit, po në çdo sport ose çdo aktivitet që merret është i shëndetshëm, po duke ditë që të ne ofrohet shumë pak kushte në sporte tjera, fitnessi është zgjidhja më e mirë për ai që do me majtë një trup shëndetshëm, jo vetëm ai që do me kriju muskuj, jo vetëm ai që do me qenë gara, jo vetëm ai që është i smut, se kur jepet një rekomandim ose një udhëzim prej mjekut me qenë afër palestër, atëherë më do të qenë shumë vonë për atë. Kështu që çdo mas preventive ose çdo mas që mirret para kohe, edhe i rrin shëndetit afër, unë besoj që është më shëndetshme për të ardhmen. Sa trajner ofron qendra juaj? Qendra jonë ofron 3 trajner, që në çdo herë në sallë afër klientit dhe 1 trajnere për femra. Ofron edhe sallën aerobiku që e ka pak më parë, engas vetëm për femra. Kemi mbi 50 kardio, duke marrë pistat e veprimit, aerobik, pistat e veprimit, orbitreg, bicikla tjera, steper, gjitha. Dhe kur jemi tek ushtrimet, ushtrimet e fitnessit bëhen bashk femra dhe meshkuj, apo jo? Sa ekziston apo nuk ekziston kompleksi i gjinis të ushtrojnë femra dhe meshkuj bashk? Po, për fat mirë, është vedisu edhe qyteti Prizrenit, pasi që unë kam qenë fitnessi parë që kam ty këtë tabu me qenë femra meshkuj bashk, po për fat mirë, unë jam i befasu me kulturën tonë, pasi që Prizreni dhe njetë si qytet i kulturës, njetë si qytet i qetë, edhe e kanë dëshmu këto edhe të unë palestër që përderisa u bon një vjetë, unë s'kam pas as një rast më të voglin që me anku një femër, jo për ngacmim, ose për me uni keq, po as për një këshyrë me më të voglin, se cilë e këshyrë punën e vetë, njët respekti mes gjinive, për kundrazi të femrat janë maksimal të kujdes shumë meshkujt. Më vje shumë mirë, zoti Paqarizi. Ndërka që ju keni organizuar edhe një lojë shpërblyese? Po, ne kemi organizuar një lojë shpërblyese ku gjithë klientët tonë që mendojnë me kujdes për shëndetin e tyre, po që na besojnë suksesin të ne kemi vendosur me pasën një lojë shpërblyese ku do t'jenë mbi 230 shpërblime, dhe shpërblimet do të rriqen me një korrik, drejt për drejt përmes televizionit, deri me 30 qershor është loja që do të bëhet. Po gjithë klienta që do të kenë mundësinë më antarësu në fitness, do të kenë mundësinë me marrë drejt për drejt pjesë në lojë. Pas kushte shtesë, besoj që do të jetë një stimulim plus me ardhë me provu palestrën. Pastaj nuk besoj që ka me qenë arsyeja me qenë loja për me mbajt mrena, apo ka me qenë kushtet, suksesi ti edhe shëndeti ti që ka me qenë me një botë krejt tjetër prej asoj që ka qenë. Shpërblime, do më thënë, loja shpërblyese vlen vetëm për klientelën tuaj? Po, loja shpërblyese vlen për gjithë klientët tonë që janë pjesë e Gollxhymit, gjithë ata klientë që mendojnë me na besu suksesin të ne, në momentin që e bojnë antarësimin në klub, marrin edhe kuponin për lojë shpërblyese dhe besoj që do të ketë në faqe 230 shpërblime, i vjen çdo tretet klient me marrë diçka, po patjetër. Zoti Grani, diçka që më ka bërë shumë përshtypje ka qenë gjatë sa kam pa unë, i kam pa nga fotografit, tek bari juaj shërben pije bio. Po. Ne kemi zakonisht pijet që nuk përmbajnë sheqer, pijet jo të gazume, pijet që janë në kundërshtim me fitnessin ose me mbipeshën. Zakonisht kemi disa pije energjike, kemi ujë, kryesisht se ajo është produkti më i mirë ose langu më i mirë i cili i shërben një sportisti gjatë aktivitetit sportiv.
për arsye që gjatë pijes ujit ti dehidraton, edhe jep oksigjen të pasur trunit që me qenë sa ma fresh në fitness. Gjitha tjera që janë, edhe që thuhet që janë për me qenë fitness, unë mendoj që vetëm janë reklam për me ushit ai produkt. Uji është sa një më i miri që i ndihmon sportistit. Pastaj ne kemi edhe fresh, pije që janë 100% fresh, i shtrydhem aty vetë dhe sheqerna që i posedon ai lang, i posedon vetëm prej sheqerat frutit, jo sheqer i qitomonash. Edhe kemi proteina, preparate, edhe për fat keq, këtu jemi pak mrapa me gjithë qytetarët, për arsye që fitnessi dihet që është si sport. Herët në Kosovë po i avancum shumë vonë, po kur jemi te preparatet gjithmonë si të përmenet proteina, mos e plakash edhe të prishet trupi. Shkojmë plesni, njerëz ku të plakim andaj e dim që kemi me qenë është edhe mirë atëherë, po unë mendoj që një hamburger që e marrim në çdo grill, në Prizren ose gjithkund, është 100 herë më pak i shëndetshëm sa një skops protein që jepin. Për arsye që ne dim që qysh prej fëmijës fëmijët e kanë qumshtin pluhun, edhe është protein. Po protein e qumshtit. Me qenë diçka jo e mirë, nuk guxon me ushit legale. Po gjithmonë kur folet proteina aludohet në steroide. Kur folin për steroidet e kanë rrezikshmërinë për atë arsye dhe janë ilegale. Po proteina, çdo sen që shitet produkt, vetëm që do të kenë kujdes të afatat. Po me tepru edhe buk më hangër tepër të mbarë, ku përndryshe çdo preparat që përdoret në konsult me neve, ose me një person që i njeh këto gjona, unë besoj që kam qenë 100 herë më i shëndetshëm sa me marrë një hamburger në rrugë që e dim që çdo grill është kancerogen, edhe çka po mbajnë tani mandej hamburger brenda nuk e di meç. Ajo është e vërtet. Orari juaj i punës është, mos themi, shumë më i ndryshëm se orarët e qendrave tjera të fitnessit. Ju punoni nga ora 7 të mëngjesit deri në orën 12 të Shumë e vërtet. Ne jemi mundu me ju përshtat gjitha shtresave. Ne dim që një pjesë e madhe e qytetarëve punojnë, edhe jemi mundu me qenë afër gjithve që më ju mundsu gjithë qytetarëve me qenë afër sportit. Sikur ai që zgjohet mëngjes dhe fillon punën në 8:30, me ardhmë me kry palestrën, me bë tushin, edhe me fillu prej palestrës me shkon punë, po edhe sikur ai që vjen prej punës vonë me pas mundësi me pushu pak, edhe me ardhmë me kry palestrën, edhe me kthye përsëri në shtëpi. Edhe besoj që ja ka vlet kjo orar, po vetëm në të jenë afër sportit se ne bëjmë 24 orë pa problem. Vetëm në të është interesimi që me qenë ata pjesë e palestrës. Mua më intereson diçka. Zakonisht kur një person i drejtohet një qendre fitnessi, që mua, si thash edhe para emisionit, më pëlqen ta quaj qendër e trajnimeve fizike, duhet të di së pari se çfarë kërkon nga ai trajnim. Po, trajnim. Shumica mund të shkojnë për dobësim, shumica mund të shkojnë për ndonjë problem fizik që e kanë, shumica shkojnë për të krijuar një lloj muskuj. A din klientela juaj në fillim saktësisht çfarë kërkojnë nga ju? Po, kryesisht, mundem të thonë që një numër shumë i madh, edhe për fat keq, pasi që kalojnë peshën që i përshtatet trupit tyre, atëherë vinë edhe kërkojnë si më bë mu për një muj, më dok mirë. Asnjë palestër në botë dhe as gollxhyme nuk e bën me shkop magjik trupin. Çdo trup formohet, krijohet mbas këshillave, mbas trajnimit, mbas punës. Ne i ofrojmë ato që dim edhe që janë të suksesit të garantuar, po ato ofrohen me punë edhe me kujdes në ushqim. Nëse ti ushtron 2 orë fitness, i djeg 600 kalori, edhe shkon e anë gjysmë vite në shtëpi, suksesi s'ka çmë qenë pozitiv. Po gjithmonë ne japim këshilla, edhe gjatë treningut, po edhe gjatë ushqimit që ka me qenë të kujdesshëm. Për arsye që 60-70% e suksesit dihet që është ushqimi. Po ai 40% që e lyp më formu trupi, po që nuk ka sukses ushqimi pa palestër, janë pastaj ushtrimet që vinë aty edhe që janë çdo në konsult me trajnerat e mi. Edhe trajnerat tu patjetër janë gjithmonë afër klientave. Zoti Granit, ju vetë jeni trajner apo jo? Po, edhe unë vetë jam trajner, unë që nga viti 2001 mirëm me fitness, në vitin 2003 kam mbaruar edhe një kurs, kem qenë prej Federatës Bodybuildingut Kosovës në Gjakov, ka qenë 2 javor, kur kem mësuar si me qenë afër klientit,
çka më ofru klientit. Edhe e du, unë kam fillu si biznes me pas fillimisht pse e du sportin. Pastaj pse e du në veçanti fitnessin edhe kam qef më konë ofër ti. Pra të arsye edhe unë nuk njo orë ose kufi, sa qëndroj aty, mund të më thënë që 6 motor jam edhe vetë, jo pse ndashta është obligative, po pse e du edhe kam qef me pas sana çka po ndodhin vetë aty. Zoti Granit, krahas Gold Gymit, i cili ka përbujë të madhe në qytetin tonë, me që ka qenë një risi e jashtëzakonshme, diçka që është ofruar për herë të parë prizrenasve dhe klientelës në përgjithësi, ju mund të flasim edhe për një temë tjetër, për Qendrën Kristal? Po, Qendra Kristal është një kafeteri në Çadërvan, cilën e posedon shoku im, po që jem të lidhëm bashk, Kristal Gold Gym, mund të them që jem një. Edhe aty është i ofru rinis tonë një vend ku me kalu kohën më të madhe që dihet që mungojnë vendet mira në Prizren, aq më shumë tani, si të sezon dimni, si të verës ofrojmë kushte si me gjatë dimnis me kushtet në ngrota, jo me ardhmë u mërdhi mrena, po edhe gjatë verës me kushtet klimatizimit, me aspirim, me gjitha. Për fat keq, të na rinia jonë po e konsumojnë shumë cigaren, gjatë që aspirimi është shumë i rëndësishëm në këto vende. Jemi munu edhe aty maksimumin me ofru kushte, edhe besoj që jenë të kënaqur edhe aty, edhe klientët po dhe ne. Zoti Paqarizi, cilat janë projektet tuaja të reja sa i përket qendrës së fitnessit Gold Gym? Qendra fitnessit Gold Gym do të jetë çdo herë afër klientit ton me gjithat më të rejat që do të ndodhin në botë, ne do të jemi të parë që do t'i afrojmë në Ballkan, jo në Kosovë. Prandaj ai që do të jetë pjesë e Gold Gymit, ai do të jetë pjesë e sportit botëror. Për arsye që një diçka që do të ketë risi në botë, ne do ta afrojmë gjithmonë afër klientit ton, që mos ndihet ai larg botës, po do të jetë bota në Prizren. Okej. Faleminderit shumë zoti Granit që keni gjetur kohë të vini në emisionin e mëngjesit, duke ditur që ju kemi zgjuar pak herët. Absolut, ne vetë zgjohemi herët për arsye që do të jemi afër edhe ne me pa çfarë po ndodh në palestër. Unë edhe një herë desha me bëni falënderim veçantë për televizionin Opinion. Çdo herë po jenë afër, jo afër Gold Gymit, po afër qytetarëve, afër sportit. Edhe besoj që me këto emisione, me këto programe, me këto kohë që po i ndani për neve, po i ndihmoni rinisë tonë që 2 orë mos më kalu me një vend tjetër, me gjana që nuk i përkasin rinisë tonë, po me qenë afër sportit, edhe besoj që 2 orë sport gjatë ditës, përveç që është shëndet, është edhe 6 orë minus energji negative, gjatë që i ndihmon rinisë tonë me qenë më afër, i ndihmon rinisë tonë që mos më shku rrugëve të këqija, edhe në të ardhmen besoj që do të jetë edhe më i avancuar dhe më kuptim plot si sport, jo si shëndet ose vetëm me rekomandime, po pjesë e jetës tonë. Padyshim që po. Unë ju uroj shumë sukses zoti Granit, duke ju uruar që qendra juaj të marrë dhe përmasa edhe më të mëdha nga këto që ka. Gjithsesi suksesi është juaj, kjo është motoja juaj, nëse nuk e kam gabim. Edhe një herë faleminderit që ju përgjigjet ftesës sonë. Faleminderit edhe juve, gjithë mirat, u pafshim. Të nderuar shikues, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit. Po the
Sukses për ty s'ka